ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وجعل تلاوته عبادة وجعل تجويده زينة للقراءة وأمر نبيه بأن يرتله ترتيلا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dashamir, të nderuar vëllezër të cilët jeni ardhur sonte këtu, Nësë Allahun xhela xhelaluhu që Allahu dhul xhelal t'ju shpërblen me të mirat e Tij, për kohën që keni ndarë dhe për të vazhduar këtë rrugëtim të ndriçuar, inshallah që dëshirojmë të fillojmë në shpjegimin e një poezie të çmuar me të cilën është një hoxh që ka shkruar në lëmin e tajvidit dhe ato e ka bërë në poezia si një dhurat për fëmijët me poezinë e çmuar e Sulejman el-Xemzurit, hoxhës së nderuar. Na nuk do të futemi në detaje të shpjegimit të fjalëve të poezisë së tij radhazi, por e marrmi çelësin e asaj të cilën e ka hapur ky dhe I ka renditur disa rregulla të tajvidit, dhe se padyshim se libri Allahut xhela xhelaluhu është mrekulli në vete me kuptimin e tij, por dhe mrekulli në vete dhe në recitimin e tij, se na si musliman jemi të urdhëruar që na ta lexojmë atë ashtu me rregulla të sakta, duke zbukuruar zërin në saktësi në leximin e tij, se me të vërtetë Allahu xhela xhelaluhu urdhënon dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta lexon Kur'anin me tertil, pra me tajwid. Wa rattilil Qur'ana tartila. Disa nga komentatorët e Kur'anit thanë e I jawid tajwid. Recitoja ato me një recitim të zellshëm, të bukur. E padyshim se nuk është vetëm recitimi I Kur'anit që ta recitojsh me një zot të bukur, padyshim se zëri I bukur ja jep stolin e leximit, ashtu sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Ahmedi, Abu Davudi, Imam Nesai, Ibn Majah nga Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Zbukuronja Kur'anin duke recituar me zërat e bukur të juaj, duke e shprehur atë bukurinë më të bukur të leximit dhe me zërin më të bukur që ti e lexon. Sigur në një hadith tjetër një ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha hadithin që transmeton Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tha se leysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nuk është nga ne ai I cili nuk e reciton Kur'anin me zë të bukur, që nuk mundohet spaku që ta reciton ato bukur dhe mirë. Nuk do të thotë vetëm se melodia që ti e bën dhe që I ndëgjojmë disa që e recitojnë me melodi të bukur, normal që I jep stoli, mirë po bukuria e Kur'anit në recitim, padyshim se është të jetë I sakt sipas rregullave të tajvidit, të cilët janë të vendosura, dhe që Allahu xhela xhelaluhu ka porositur ashtu që të recitohet, edhe është recituar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësuesi I njerëzimit, që ja u përcolli dhe sahabeve, shokëve të tij dhe ato shokëve të tjerë të tyre, e derisa arrit ky mësim këto rregulla të sakta të cilët na duhet që të I mësojmë dhe të I dijmë, e që inshallah e fillojmë këtë rrugëtim
me qelsin duke e hapur simbas rregullave të cilët i ka sjellur renditjen dhe radhitjen Sulejman el-Xemzuri rahimullah në një libër të vogël të tij, të cilën e ka emërtuar Tuhfatul Atfal, dhurata për fëmijë. Dhe se me të vërtetë kjo është si një çels për ta kuptuar, jo se ka përfshirë don të thot gjitha ato të cilët kanë të bëjnë me rregullat e tajvidit dhe dispozitat, por si një çels kuptimi për të i kuptuar disa nga rregullat që fëmia të fillon ta kupton atë dhe pse jo dhe i rrituri që të futet në këtë lëmi që ta kupton pak a shumë tajvidin dhe se me të vërtetë këto janë disa rregulla që një musliman që e reciton dhe e lexon librin e Allahu xhelle xhelaluhu ai duhet që të i dinë ata. Libri i Allahu xhelle xhelaluhu është libër i çmuar dhe sa ai don lexim shumë edhe me leximin don saktësi dhe një ashtu me këtë shpresë shpresojmë që të pranohet dhe të ngritet kjo fjala Allahu xhelle xhelaluhu te Allahu xhelle xhelaluhu dhe ta pranon nga ne. Ne inshallah shkurtimisht do të fillojmë në shpjegimin e parë me të cilën ka filluar hoxha, padyshim se ato poezijat janë të rrjedhura, tash te na nuk kuptohen dhe na nuk futemi në shpjegim të thellë rreth tyre, për arsye se me të vërtetë te na është pak problem ato të kuptohen, po fillon hoxha kështu për shkak se lëmit të cilët i kanë shpjeguar hoxhallarët e mëdhenj i kanë sjellur edhe në poezi për të i mësuar ata mirë për mos të i harruar ata. Dhe se kjo ndihmon në poezi shumë për ta përvetësuar një lëmi apo një lëm. Dhe të jesh i zellshëm në to dhe me të vërtetë ato pastaj nuk e harron. E fillon Sulejman el-Xemzuri rahimullah duke thonë yakulu raji rahmetil ghafuri dauman Sulejmanu huwa el-Xemzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Shë fillon atë hyrjen e tij në këtë libër, apo të themi atë parathënjen, që në Shqip nëse e përkthejmë pak a shumë, thot ai i cili shpreson mëshirën e Allahu xhelle xhelaluhu falsit, me të cilën ky çon falënderimet e mëdha Allahu xhelle xhelaluhu dhe pastaj dërgon salavatin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilët pasojnë rrugën e tij. Dhe pastaj tha se këtë poezi, të cilën e kam shkruar për atë i cili dëshiron që të i përvetëson rregullat e nuni sakinit, tenvinit dhe zgjatjeve. Pra ma shumë është fokusuar të disa si nuni sakini dhe tenvini, si ka të bëje për shembull për zgjatjet, ka të bëje me lamin, me sukun, pra disa rregullat të cilët janë pak si thelbësore, me të cilët njeriu starton që të i din për të lexuar një lexim apo për të recituar një recitim, pra të saktë dhe të bukur dhe të mirë në leximin e Kuranit. E pastaj ta shpresoj që me këto të arrin shpërblimi Allahu xhelle xhelaluhu, të kenë dobi nxënësit, talebet dhe të ketë prani inshallah te Allahu xhelle xhelaluhu. Tha e kam emërtuar Tuhfatul Atfal, dhurat për fëmijët, tha nga hoxha i njohur pra Sulejman el-Xemzuri. Pastaj fillon hoxha duke cekur me një herë, pasi që vijon dispozitat e nuni sakinit dhe tenvinit. Edhe filloi duke thonë li nuni in teskun walit tenwini arba'u ahkamin fa khudh tabini. Tha për nunin me sukun dhe tenvinin, tha kur të vinë ato, atëherë hasim tha në 4 rregulla. Pra si shpjegim na duhet që të startojmë spaku ta kuptojmë se shkronjat e gjuhës arabe, ato 28 shkronjat të cilët janë, padyshim se çdo gjuhë i ka rregullat e veta, si anën gramatikore, po dhe anën e leximit të atyre shkronjave të çdo gjuhë. Gjuha arabe i ka shkronjat e veta, mirë po dhe i ka rregullat e veta, edhe pastaj në gjuhën arabe këto shkronja, të cilët janë pra harfet, në gjuhën arabe përbohen pra me disa vokale, me e, me i, me u, dhe pastaj që nuk ka vokale në to, të na i thomi sukun apo.
Apo në gjuhën arabe i thuhet sukun, që ajo qëndron as e, as i, as u. Sikur që e shqiptojmë na me ë për shembull. N, b, t, th, e kështu me radhë. Ky sukuni çdo shkronjë pastaj ka disa prej shkronjave që kur të vinë ato shkronja, na duhet të shikojmë për arsye se ato shkronja, si çdo gjuhë dhe në gjuhën arabe, nëse e fillon fjalimin, ose foljen, ose në ndonjë emër, ose sido që tjetë ajo, nëse fillohet, ajo fillon me ndonjë shkronjë. Ka ajo shkronja elif, ka ajo shkronja be, ka ajo te, ka ajo the, fillon, por gjithherë varet cilat janë ata shkronjat të cilat do të vinë pas. Dhe njëra prej shkronjave të cilat është që quhet shkronjë e vështirë dhe është shkronjë e tingullit hundor. Ajo është n-ja e cila del pra me majën e gjuhës duke e mbështetur në tavanin apo në fullën sipër të themi, dhe ajo e mshel komplet dhe del zëri dhe artikulohet, kjo shkronjë pra artikulohet nga zgavra hundore. Nuk del ndryshe për vetëm se nga zgavra hundore, nuni me sukun apo tenvini. Pra nëse është, do me thonë, kjo zgravër si për dhomëve këtu, me majën e gjuhës komplet e vendosën këtu, dhe ajo komplet del nga zgavra hundore. Nëse e mbyllim hundën, nuk del nga ajo asnjë artikulim, asnjë zë, asnjë shkronjë. Por nuni me sukun, si shkronjë, kjo artikulohet nëpërmjet zgavrës hundore. Por atë i thënë shkronjat hundore. Cilat janë ato shkronjat hundore? Harf gunne, për shkronjave të cilat janë hundore, pra janë nuni dhe mimi. Edhe mimi, nëse i mëshelim për me e artikuluar shkronjën e mimit, duhet me i mbyllur buzët edhe të del nga zgavra hundore. Por me dal zëri edhe për të u kuptuar apo për të u artikuluar kjo shkronjë. Për shembull, nëse thëmë nëse si mbyll buzët, atëherë nuk ka shkronja mim. Shkronja mim nuk ekziston, po qysh edhe del ajo artikulohet nga zgavra hundore. Dhe një ashtu pra dhe nuni, e mbyllet goja ngel e hapur mirë po, mbyllet me gjuhë nga mrenda dhe E përderisa këto shkronja kur vinë me sukun, duhet me dalë me zgavrën hundore. Shkronjat të cilët do të vinë pas, atëherë do të hasë, ndoshta në problem në artikulimin e shkronjave që vinë pas, do të hasë në disa probleme. Dhe mu për atë këto shkronja, nuni me sukun dhe tenvini, atëherë hasën në disa rregulla. Për atë hoxha tha, o vëllezër, li nuni in teskun u lit tenvini arba'u ahkamin. Nuni me sukun kur të vjen, apo tenvini, hasë me njëherë në disa rregulla, të cilët kanë të bëjnë. Sidomos shkronjat të cilët do të vinë pas. Pra nëse është nuni me sukun, dhe na i kemi shkruatur pra këto mësimin, që të shikoni dhe të shpjegojmë se çka është nuni me sukun dhe çka është tenvini. Pse? Për ta kuptuar se pas nunit me sukun dhe tenvinit, pra ndodh që të kuptohet se pse janë këto rregulla. Dhe sipas asaj do të vinë, Allah shpëlbej. Sipas asaj pra vinë dhe rregulla. Tamam? Atëherë, çështja është se për shembull nëse thomi se vjen elifi apo vjen hemze në shqiptimin pas nunit, atëherë me njëherë do të hasim me ndonjë rregull. Pse se nuni me sukun, nëse thomi men, e kështu me radhë, ajo çka vjen pas, ajo do të hasim me ndonjë rregull. E ato të cilët vinë shkronja të gjitha, të cilët vinë pas nunit me sukun dhe tenvinit, ato kanë të bëjnë vetëm me 4 rregulla. Kështu tha hoxha Sulejman al-Xhamzuri. Shkronjat që do të vinë të ngelurat pas nunit me sukun dhe tenvinit, tha të gjitha ato do të futen në 4 rregulla. O do të jetë rregulli i parë idhar, o do të jetë idgham, o do të jetë iqlab, o do të jetë ikhfa. S'ka shans jashtë këtyre tjerave. Tamam? Pse? Për arsye se ti klasifikohen ato shkronjat se cila futet në vendin e vet pastaj. A është idhar i qartë që shfaqet nuni me sukun para këtyre shkronjave? Apo pastaj nëse vjen para atyre shkronjave të cilat kanë të bëjnë me idgamin,
apo nëse vjen me iklabin, apo nëse vjen me ikhfa, si do shqiptohet e kështu me radhë, e gjitha kjo pra, inshallah në vijim, neve na duhet që të dim dhe të shpjegojmë. Por çka duhet të dim tash, çka është nuni me sukun? Si është nuni me sukun? Ku është dallimi me nuni me sukun? Pse të jetë dispozita apo rregulli i nunit me sukun dhe tenvinit? Se ndoshta na shumë herë kemi kaluar apo shumica e jo ne dim të xhvidin dhe kemi ndëgjuar, mirë po, kur ta marrim në praktik kemi problem apo hasmi në problem. Pse? Mos kuptimit të ati mësimi apo asaj dispozite për të cilën dhe me thonë ke mësuar apo është shkruar ajo. Nëse e kupton një herë, nuk e ki problem gjithherë. Nëse e kupton se i gjithë mësimi i këtyre 4 rregullave të cilët shkruan do të shpërndahen pastaj në për këto vende, atëherë nuk e ki problem ta kuptosh se çështja që ka me nunin me sukun. Cili është shkaku që i bën këto rregullat 4, idhari, idgham, ikhfa, iklab, që ka nuni me sukun edhe tenvini. E atëherë do të me mësur mirë pse e ky nuni me sukun me urdhë. Çka do të thotë kur vjen nuni me sukun? Çka është nuni me sukun dhe si vjen dhe ku vjen dhe cili është dallimi mes nunit me sukun dhe tenvinit? Çka është tenvini e kështu me radhë. Për ato të cilën e kemi shkruar, këtu e shikoni kështu. Për ta dalluar gjithherë duheni që ta shikoni çështjen të cilën e kemi shpjeguar, dispozita e nunit me sukun ka të bëjnë me nuni kështu dhe me sukuni që vendoset, tamam? Kurse tenvini është an in un. Shembull, për ta kuptuar nuni, a ka diçka s'ka? Nëse i vendoset sukuni, unë e bëj kështu pak ma gjon që të vërejet, Kurani është ma ndryshe. Ky sukuni dhe thotë që s'ka asni vokal, tamam? Atëherë ky shqiptohet Nëse vendosim për shembull kështu me lexu një hemze, an in un e kështu me radhë, tamam? An. Pra ky qëndron si në me sukun. Po tenvini çka është? Tenvini si të bëjmë, pse tenvini? Dispozita edhe e nunit me sukun, edhe e tenvinit, por shkak se normal nëse e bëjmë qështu me fetha, ku thamë se shkruan në gjuhën arabe, për të u recituar ato hasin, çdo shkruajnë shembull alif, b, t, th që i mësoj, më bo. Ato për të lexuar duhet me pas disa vokale me e, me i, me u. E këto quhen fetha, dhamme, kesra. Tamam, fetha, kesra, dhamme apo fetha, dhamme, kesra. Nëse e ka vinal për shembull, nëse e marrmi elifin qështu, dhe nëse e vendosim vin sipër, kjo atëherë lexohet, nuk lexohet elif prap, po qysh lexohet e. Por shkak se e ka vin nal. Nëse vendosim poshtë, e hekim këtë vin, çka bëhet atëherë? Bëhet i, lexohet i. Dhe një ashtu nëse e vendosim ujën sipër dhe lexohet u. Këto janë ata vokalet e, i, u. Pra fillestarët të cilët dëshirojnë të mësojnë shkronjat, do të mësojnë ngadalë këto të cilët i kanë mësuar e din. Por si formohet tenvini? Çka bëhet tenvini? Na e kemi shpjeguar pastaj këtu, do ta lexoni dhe do ta shihni se çka do të thotë tenwin. Çka është tenwin? Tenwin në gjuhë do të thotë at-taswit. Që do të thotë tingullim i dy fisht. Nëse thua e, i shtohet edhe një nun shtesë. Por nunin me sukun jemi duke fol apo? Nuni me sukun njihet. Çka është nuni me sukun? Si është nuni me sukun? Është e thjeshtë të kuptohesh. Këtu është do me thonë e shkruar definicioni, apo? Është bashkëtingëllorja nun, e cila është më thonë nuk ka zanore, por e ka sukunin e kështu me radhë, ju pastaj do ta kuptoni këtë rregullin. Mirë po, thjesht për ta kuptuar, nuni me sukun është ai i cili nuk ka zanore, e ka sukunin dhe qëndron. Si në emra, si në folje, si në harfe, edhe ky qëndron në shqiptim, qëndron në shkrim, qëndron kur të ndalemi, qëndron edhe kur të vazhdojmë. Gjithkund, nuni me sukun, ky qëndron. Nëse thonë për shembull minkum, nuni është aty prezent. Min qabl është prezent. Nëse thonë për shembull në mes të fjalës menzil, nuni është prezent. Tamam?
për të dalluar për shembull nunin. Jo min në fund është prezent, te harfi atje min qabl është prezent. Do të thonë, u ndale min e vazhdove min qabl, apo kje në mes munzil, apo vetëm nuk fillohet me nunin me sukun. Do të thonë vetëm nuk fillohet në, po gjithherë vjen në mes, në folje, në fund foljes, në emra e kështu me radhë. Mun khanika e kështu me radhë. Pra do të thonë çështja është se ky vjen çdo kund. Është i thjesht për ta kuptuar për kufizimin dhe dallimin e nunit me sukun. Por ku është dallimi, tham te tenuini? Si formohet tenuini? Çka është për qëllim tenuini? Tenuini është ai tingulli i cili është i dyfisht. Nëse është e, dyfishohet një nun i cili është nun shtesë. Ja shtojmë një nun shtesë, për shembull, nëse elifi e ka kit, si lexohet e apo? Nëse ja shtojmë edhe një vi, si bëhet? E kësaj i thojnë tenvin. I shtohet edhe një shtesë dhe bëhet an, i shtohet shtesë. Nëse është me i, e kemi shkruajt atje apo. Nëse i bëhen dy, bëhet in. Nëse i vendosen një u, edhe një bëhen un. Ky është tenvini, pra, që të kuptohet se tenvini është nun sakin zaid. Është nuni me sukun shtesë, i cili qëndron vetëm në emra. Tamam? Si në emra, pra gjuhën arabe, sikur çdo gjuhë i ka emrat, i ka foljet, i ka kështu me radhë, por qëndron vetëm në emra. Nuk vjen për shembull tenvini në mes foljes, minkum e kështu me radhë. Po çish vjen vetëm në emra. Për shembull se thomi Muhammed du apo Muhammedun, pra në fund të emrit vjen emri. Shembull e kemi kitaben, me dy bëhet kitaben. Kitabun, ky është emër, libri apo. Në gjuhën arabe vjen në fund emrave gjithherë. Kitaben, kitabun, kitabin. A është e qartë? Ose për shembull, cilën do për shembull për emrave të cilët ka të bëjnë me tenvin, për shembull edhe emrat e Allahu xhallahu xhallahu, Ghafurun, Rahimun, Rahimin, Rahimen. Këtë to janë tenvine. Po tash kur vjen pas tenvinit, atëherë hasim na. Hasim do të thonë në dispozit. Shkronjat të cilët do të vinë pas tenvinit. Pra shkurt ju i lexoni këto dhe i mësoni për ta kuptuar, pra thjesht është, pra nuni sakin terminologji është ajo nuni i cila është nun me sukun shtesë, që vjen pra në fund të emrave, por që ndron në shqiptim edhe në vazhdim kur ta vazhdojmë. Dhe nuk qëndron në shkrim, nuk shkruhet për shembull me shkruajt tashkar, për shembull bën, nëse e mormi bën, be, tash e bëjmë ben, nuk bëhet ben, çështu, po jo. Vetëm i shtohet edhe një elif, edhe bëhet ben, për shembull. Tamam? Ben, bin, bun, ren, rin, run, e kështu me radhë. A janë të qarta këto? Këtyre si mësime shkurt, që mos ta tollovisim më shumë, pastaj ju i shikoni se kur të hasim pra në këto shkronjat të cilat kanë të bojnë, atëherë hasim në dispozita. Pa nuni me sukun, kur të vjen, dhe tenvini, çka do të me botër? Do të me shiku se çka ka ardhur prej shkronjave pas tyre. Cilat shkronja kanë ardhur, atëherë shkronjat do t'i ndajmë në 4 dispozita. Rat hoxha tha linnuni in teskun walit tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabini. Nuni me sukun kur vjen, apo tenvini, atëherë hasim në 4 dispozita. Edhe pastaj vazhdoj të i shpjegon. Fal awwalu al-idharu qabla al-ahrufi, e para është idhari, e dyta idghami, e treta iqlabi, e katra ikhfaja. Atëherë shkronjat e ngelura, ato 26 apo 7 që kanë ngelur, çka e bëjmë? I vendosim, do ta shikojmë cilat vinë pas nunit me sukun. Thjesht për ta kuptuar dhe mundesh me ja shpjeguar dhe të tjerëve. Tamam? Pra e shkruan një herë, lapsat dhe fletorët merrni, shkruani mirë se e ke
të shkruar dhe inshallah gjithherë pastaj mo nuk e ki problem. A është e paqartë diçka apo jo? Deri këtu mirë jemi, jo? Allah është problem. Atëherë, pra gjithherë e kam qëllimin për ta dalluar këtë dispozita, apo këtë mësim me titullin dispozita apo rregull i nunin sakinit e tenvinit, që mos të hutohesh në Kur'an pastaj me shikuar se çka vjen pas. Nuk e di tash a është idhar, a është idgham, a është ikhfa, jo. E shikon, ka ardhur nuni me sukun, çka pas nunit, ka ardhur tenvini, çka pas tenvinit, cilat shkojnë kanë ardhur? I marr me 6 shkojna do t'i fusim në idhar. 6 shkojna tjera do të vinë në idgham, një shkojnë në klab, 15 në ikhfa, shkojnë të u kri, dhe me thonë mësimi i nuni sakinit e tenvinit. Mo nuk e ki problem. Në Kur'an lexon vazhdimisht gjithherë se ki problem, pastaj mundohesh gjithherë në praktik. Dhe pastaj zbukurohet dhe leximi, se nëse njëri nuk lexon për shembull me tajwid, sidomos tash për shembull pe marrë shembull nuni sakinit e tenvinit. Nëse nuk e lexon ashtu sikur që është me rregulla, e shpon veshin atij që e din dhe nuk ja jep zbukurimin e zërit bukur ashtu sikur që meriton Kur'ani të lexohet. Nëse e lexon për shembull, nëse vjen nuni me sukun pas vjen shkojna jo për shembull, që duhet më shkri, më bëjt gam. Vën njëri dhe lexon men yaqulu. Apo ti më një herë vërin, këtu pas kësaj ka ardhur diçka. Çka do të më i bëj, do të më shkri men yaqulu. Nëse vjen për shembull hamzja dhe pas nun, do të thon para se ka ardhur nuni me sukun. E shikon nunin ka ardhur hamzja. Vjen tjetri ta e mban. Men aman që të bën melodi apo. Ose për shembull vjen nuni me sukun, vjen pas ajni. Për shembull te surja Fatiha, siratal ladhina an'amta apo. Vjen tjetri me melodi që të zbukuron, do të më zbukurozonin, a surat po, çka më bë? An'amta. Atëri thu jo. Pse? Se këtu kemi rregulla të tjera. E por atë inshallah do të vazhdojmë për shpjegimin. Por kjo i ngjan njëjtë sikur na tash me që mbledh që punojmë bujqësinë apo shati jo në të tjerët, pra kur i mbledhim kokat e patligjonit. Mas pare përgatit holandezën, e përgatit vendin ku di vëndësh dhe pastaj ata kokat i zgjedh. Kjo ma e mira këtu, kjo tjetra ma e pjekur këtu, kjo tjetër këtu, pra dhe mbujqësi ato dallohen, klasifikohen, apo sikur ato mallrat të cilët shesin pra në treg, ai më njëherë klasifikon më të mirat të cilat janë te ky vend. Ai tjetri te ky vend, ai tjetri te ky vend dhe pastaj i din. Dhe shkruani atëherë nëse i kuptojmë inshallah me lenin Allahu xhel xhelalu, shumë le është që të ecim pastaj. Në rregull. Pra me kaq inshallah nëse nuk ka diçka të jo të kuptuar, kjo është pra si dallim shkurt dhe pastaj do t'i lexoni ju inshallah shkrimin të cilën janë pra në dras të shkruara ato definicionet, por unë dua të që ta shpjegoj pra si më thjesht dhe më të kuptuar që të jenë ajo që vijon e inshallah pastaj vazhdojmë me leximin dhe me praktikimin. Allahu ju shpërbleft. Në vijim inshallah pastaj vjen idhari, idghami, iklabi, ikhfaja, është më që do të mundohemi që ta shpjegojmë sa më thjesht, sa më mirë, sa më bukur për ta kuptuar dhe mo inshallah mos të kemi problem në lexim e në praktik. E inshallah pastaj boj gjithë lexues të bukur të Kur'anit edhe boj bile dhe hafizat e Kur'anit. Allahu ju shpërbleft. Alhamdulillahi rabbil alamin.